Shito, këto zgjedhje të u bën jashtëzakonisht të tepruara. Prandaj mirë që ishte me qenë aty në mënyrë mos me mund të me dalë në zgjedhje, për arsye me vazhduar punën me zgjedh presidentën dhe me filluar marrë mirë. Po portalet presidentës, mundësim për më shku në zgjedhje, ç'është e keni pa ju? Unë e kom pa një ngërç jashtëzakonisht të madh, përndryshe jam Musli Pirokuçi për Jopojës. E kam pa një ngërç të cilën e kanë krijuar pa nevojë. Edhe po më vjen me të vërtet shumë keq sa filloi puna marrë mirë dhe u bindën pak a shumë të ndërkombëtarët që të na ndihmojnë. Edhe i lëshuan disa donacione që kanë pas me ne dhënë. Megjithatë, me çet situatë, edhe ata ndërpresin të gjitha ndihmat e cila është për fat keq. Dhe me të vërtet më vjen shumë keq që po krijojmë kësi ngërçe për shumë vjet të tëra. E cila ka kriju një imazh të keq ndërkombëtar. Prandaj ju kisha lutur gjithë qeveritarëve, parlamentarëve, presidencës që sadopak ta zbusin situatën, fillojnë ka e marra, të fillojnë populli ta bind popullin që mos na shkojë rinia sikurse ju që jeni në botën e jashtme që më ushtjer kret, mirë po sido që tjetë lus Zotin edhe këta parlamentarët që të kthejnë situatën ka e mira e popullit, ka e mira e qytetarëve, për arsye se me të vërtet janë të bën ngërçe të shumta. Prej kush po mendon që po krijon këto ngërçe? Nga të gjithë partitë, pa ma parasysh, cilat janë ato, tek janë ato, urnoni? Kujt po i konvenojnë më shumë? Këto i konvenojnë armiqve më shumë, kjo situata e ngërçeve dhe blokade vetëm armiqve e Serbisë i konvenon, të tjerëve i kërkuj, popullit asesi, Kosovës asesi nuk ju konvenon. Prandaj ata duhet ja vënë gishtin kokës edhe në një mënyrë të shkojnë përpara mos të krijojnë ngërçe të ndryshme pa nevojshëm. Sa i përket zgjedhjeve dhe mundësisë për me shku në zgjedhje për presidentën, a keni me dalë me votu? Po shito, këto zgjedhje të u bën jashtëzakonisht të tepruara. Prandaj mirë që ishte me qenë aty në mënyrë mos me mund të me dalë në zgjedhje, për arsye me vazhduar punën me zgjedh presidentën dhe me filluar marrë mirë. Po, në rast se vendosët me shku në zgjedhje? Unë në rast se votem zgjedhje, personalisht nuk do të dalë, mos sa robon e tepruar dhe janë skapit populli. E kemi u të gjitha dëshirat atë vullnetin që e kena. Vjosave që ka qenë presidente, sa ka bë për Kosovën? Me to mendimet e mia, po mendoj që brenda të fatit ka kontribuar shumë mirë. Po pse po them ato? Me bindje se në arenën ndërkombëtare ka krijuar një imazh të mirë, jo vetëm për veten e vet si presidente, por e ka krijuar edhe për Kosovën, e ka krijuar që me të vërtet filluam ka e marrë dhe e mira filluam.